Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ashtu siç edhe ju e dini, Gjesti shkon në një televotim. Vllau i madh ka marrur një vendim pas një zarfi të zi që solli në shtëpi, ku Laerti në fakt e lexoi, Gjesti shkon në një televotim që nuk është hapur. Siç duket, produksioni e do Gjestin e mbështet, sepse vërtet ishte një komentim shumë pa lidhje, të grinden brenda në shtëpi për një ves, një histori që po përsëritet në Big Brother, është bërë edhe më herët. Doja t'i qetësoj fansat e Gjestit, unë jam shumë i bindur që kur Gerta nuk doli nga shtëpia në atë pikë të lojës, me patjetër që në këtë pikë të lojës nuk del edhe Gjesti. Vllau i madh nuk hapi një televotim, me tha vetëm Ledioni që Gjesti shkon në një televotim. Kjo nuk kupton që akoma nuk ka ndalur as numra se ku do të votohet Gjesti, thjesht u tha në një fjalë të tillë. Gjesti u mundua që të sqarohet se ka qenë në kuadër të provokimeve që kanë bërë. Besoj që edhe Ola duhet të jetë pak më e kujdesshme në aspektin se si provokon meshkujt, duke e përdorur gjoksin e saj për të promovuar patatet edhe cigaret.